Në nder të 3 marsit ditës së komunës së Tetovës, Këshilli Komunal ka mbajtur një seancë solemne. Në prani të shumë mysafirëve, përfaqësuesve të komuniteteve fetare, drejtorëve të shkollave, përgjegjësve të sektoreve të komunës së Tetovës, kryetari i komunës së Tetovës mbajti një fjalim ku shpalosi sfidat dhe të arriturat e institucionit që ajo drejton, në theks të veçantë investimet që janë në infrastrukturë, në sferën e arsimit, kulturës dhe artit. Të gjithë do të kishim pasur dëshirë që Tetova të ketë infrastrukturën e një qyteti zvicran. Por është e vërtet që Tetova është dizajnuar jo edhe me aq plan dhe vizion dhe ka funksionuar me një kaos për dekada të tëra. Tetova është qytet ku uji i pishëm ka qenë luks disa orësh. Qytet ku rrugët kryesore kanë qenë të mbushura jo vetëm me makina, po edhe me gropa. Qyteti betonuar pa hapësira të gjelbruara, ndërsa sot Tetova nuk vazhdon të betonohet më. Ka ujë të pishëm, komunikacion më të rregulluar dhe gjelbrim më të përhapur. A mund të ndryshohet Tetova edhe më tepër? Natyrisht që po. Tetova mund të vazhdojë të ndryshojë edhe më tepër vetëm nëse lëviz, në kahjen e duhur, dhe vetëm nëse udhëhecit e saj dhe qytetarët e saj kontribuojnë në proceset e ndryshimit të saj, me sinqeritet dhe bindje, që hap pas hapi duke ecur drejt binareve të zhvillimit, një ditë Tetova edhe mund të ngjajë një qyteti që do të na bënte krenar të gjithëve. Gjithashtu, kryetari Arifi ndau edhe mirënjohje për personat të cilët kanë kontribuar në afirmimin dhe promovimin e qytetit të Tetovës në sferat e ndryshme të jetës sociale, kulturore, shkencore dhe artistike gjatë vitit 2016-2017, duke i falendëruar ata për kontributin dhe angazhimin e dhënë dhe njëkohësisht i inkurajoi ata që të vazhdojnë me punën e tyre të mëtutjeshme. Disa nga personalitetet të cilën morën mirënjohje për kontributin e dhënë në sfera të ndryshme janë ndarë jashtëzakonisht të kënaqur. Ata nënvizuan se ky vlerësim që u shbër atyre nga institucioni i komunës do të jetë një motivim shtesë që në të ardhmen të vazhdojnë të kontribuojnë edhe më shumë. Fillimisht dëshiroj të theksoj faktin se unë nuk jam njeri që jam mësuar me çmime. Dhe ky rast ishte një rast vërtet emocional dhe respektues para së gjithash nga ata që kanë vlerësuar se mund të më jepet një mirënjohje kësaj natyre. Dhe në këtë rast do të dëshiroj të falenderoj dhe të vë theksin te televizioni im ku punoj, faktikisht e televizioni Koha, me që ky televizor ka dhënë hapësirë për të promovuar të gjitha vlerat e shoqërisë shqiptare këtu në Maqedoninë Shqiptare. Sot edhe ne si klubi i shkrimtarëve ONEUM ishim të shpërblyer me një mirënjohje, plaket, për të cilën natyrisht ndihemi shumë të nderuar, sepse kjo e përvjon tërë aktivitetin ton prej 2 vjet e gjysmë, një aktivitet mjaft të bujshëm letrar, poetik, kulturor, për të cilën mendoj se i kemi dhënë një imazh të mirë kulture edhe këtij qyteti. Sigurisht në emër të klubit jam mirënjohëse dhe falenderoj në emër të gjithë anëtarëve të kryesisë dhe anëtarëve të gjerë të klubit të ONEUM, të cilët bashkëveprojnë për të bërë gjërat mira pro kulturës në këtë qytet. Sinqerisht jam shumë e privilegjuar për këtë mirënjohje, edhe për vullnetin edhe për krahjen që na jep çdo herë kryetaria e komunës. Ndryshe, më 3 mars të vitit 1992 është bërë konstituimi i parë pluralistik u vendit të komunës së Tetovës dhe që atëherë kjo datë festohet si dita e komunës së Tetovës.